Përshëndetje, sot po e përgatisim një recetë tepër të mirë të shijshme të patateve, mundeni me përgatitë për veti ose për mysafir. Dhe për këtë recetë ju duhet 1 kg patate, shtoni dikon 50 ml vaj, pak biber të zi, vetëm pak, mandej shtojmë edhe krypën, një lugë të mesme, por nuk e mbushni plot me kryp, mandej një lugë të mesme vegetë, biber të kuq, një lugë të çajit ose gjys luge të mesme, pak origano me maje të lugës, edhe krejt i përzim mirë. Kështu derisa të përzihen patatet mirë. Po e vreni që patatet i kemi ndarë në feta të holla. 1 kg patate mjaftojnë për ta përgatitur këtë recetë. Edhe tash patatet i vendosim në tepsi, të gjitha afër njëra tjetrës, kështu si në video. Kjo është njëherit edhe një nga recetat e preferuar të familjes. Bëhet shpejt, e mirë, e shijshme, mundeni me përgatitë për mysafir, mundeni me përgatitë gjithashtu për vete. Pasi patatet janë gati, tash do i futim në furrë në temperaturë 200 gradë për 25 deri në 30 minuta. Pra derisa patatet të pjeken edhe të skuqen kështu në 200 gradë. Pasi patatet janë pjekur mirë, shikone, tash shtojmë kremin për gatim. Dikon 300 deri në 400 ml. Vazhdojmë shtojmë pak kashkavall dhe gjithashtu shtojmë biber të kuq, dikon 1 lugë të çajit, sepse kjo i jep edhe ngjyrë mbi patateve edhe receta ju bëhet shumë më e mirë. Provone për mysafir, provone për vete, sepse jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni shijen. Vazhdojmë tash e shtim në furrë sërish në temperaturë 200 gradë për 15 minuta, 10 minuta. Do ta kontrolloni derisa të skuqet, të shkrihet kashkavalli. Shikoni pra kështu duhet të duken patatet. Është recetë tepër e mirë e shijshme, provone sepse ja vlen. Tash na mbetet vetëm ta provojmë recetën. Unë jam e sigurt që kjo recetë është e shkëlqyer. Mundeni ta kombinoni edhe me pak mish, nëse dëshironi, mish të pjekur ose mish të zier. Varet nga dëshira e juaj. Unë kam përgatitur pak mish të pjekur, pra do ta shoqërojmë kështu me fileto të mishit të viçit, edhe besoj që do dale e shkëlqyer. Ishte kjo receta që kishim përgatitur për një drekë ose një darkë të lehtë, të shpejtë dhe të shijshme. Provone dhe na shkruani në koment.